Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në radio televizionin e Kosovës. I është dhënë lamëtumira e fundit ish kryetarit të kuvendit Nexhat Daci, në ndërim të tij u mbajt edhe akademi përkujtimore. Krerë të shtetit e aktor politik e kujtuan akademik Dacin për rolin kyç në ndërtimin e shtetit dhe konsolidimin e demokracisë. Me nderime shtetërore ishte dhënë lamëtumira e fundit ish kryetarit të kuvendit akademik Nexhat Dacit. Familjar, miq, aktor politik e qytetar përcollën atë për në banesën e fundit. Gjatë ditës u mbajtën edhe homazhe në hollin e kuvendit të Kosovës. Krerë të shtetit, lider të partive politike, aktor politik, familjar, miq, qytetar ngushëlluan familjen Daci. Ndërkaq në nderim të jetës dhe veprës së tij u mbajt edhe akademi përkujtimore. Krerë të shtetit e kujtuan Dacin për rolin e tij të rëndësishëm në shtetëndërtim. Kontributi i tij në formimin e institucioneve të Kosovës ishte i qetë, por i thellë. Si kryetar kuvendi ai e kuptonte se demokracia nuk ishte vetëm procedurë, por ishte edhe kulturë. Nuk ishte vetëm rregull, por edhe respekt. Ai besonte në dialog, në ligj, në argument dhe në forcën e institucioneve që e mbijetojnë secilin individ. Në shkrimi i tij në deklaratën e pavarësisë me 17 shkurt 2008 ishte kurorëzimi i denj i rrugtimit të gjatë historik për mëvetësi si akt përfundimtar i kontributit disa dekadësh që kryetari Daci e dha për këtë qëllim. Profesor Nexhat Daci u largua fizikisht prej ne të gjallëve, por ai do të mbetet mes nesh thjesht si njeri përmes brezave pasardhës të familjes së tij, do të mbetet si profil shkencëtari tek ish studentët dhe kolegët e tij kimist dhe akademik, si do të mbetet i referuar në diskursin politik për karrierën dhe trashëgiminë e tij politike e shtetërore. Nexhat Daci vdiq më 1 janar në moshën 81 vjeçare. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka nisur sot numërimi votave nga votimi jashtë Kosovës. Fillimisht përnumërohen fletvotimet nga votimi fizik në përfaqësi diplomatike, ndërsa më pas do të vazhdojë edhe numërimi votave të ardhura përmes postës. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka filluar zyrtarisht numërimi i fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka bërë të ditur se fillimisht po numërohen votat nga votimi fizik i mbajtur në përfaqësi diplomatike të Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka njoftuar se votimi është zhvilluar më 27 dhjetor 2025 në 29 përfaqësi diplomatike, të vendosura në 18 shtete të ndryshme të botës. Numri i shtetasve të Kosovës të regjistruar për të votuar ka qenë më shumë se 19.000, ndërkaq në përfundim të ditës numri atyre që kanë ushtruar të drejtën e votës ka qenë më shumë se 16.000. Pra, ky numër i përgjithshëm prej më shumë se 16.000 fletvotimeve do t'i nënshtrohet procesit të numërimit. Elezi ka bërë të ditur se nga kutit postare në Berlin dhe Bern janë tërhequr mbi 28.500 pako me fletvotime, nga të cilat 27.600 janë aprovuar për numërim. Mbi 950 pako janë refuzuar, kryesisht për shkak të mungesës së dëftesës së regjistrimit të votuesit. Në proces, pas përfundimit të numërimit të fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, sigurisht në radhë për të numëruar do të janë fletvotimet që i takojnë votimit me kusht, janë më shumë se 9.000 pako me fletvotime nga ky lloj votimi i cili është evidentuar në sistem e datë 28 dhjetor, dhe pastaj do të bëhet edhe numërimi i fletvotimeve që i takojnë votimit të personave me nevoja të veçanta. Sa i përket numërimit brenda vendit, KQZ ka bërë të ditur se procesi i verifikimit dhe numërimit të votave për deputet ka rifilluar në 11 komuna. Deri më tani janë procesuar mbi 90% e vendvotimeve në nivel vendi.
ndërsa 32 komuna kanë përmbyllur plotësisht aktivitetet e numrimit. Nga KQZ kanë theksuar se po punohet me intensitet për shpalljen sa më të shpejtë të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të mbajtura më 28 dhjetor 2025. Në përfundim të festave të fundvitit, sërish kolona në kufi. Si pas qendrës kombëtare për menaxhim kufitar, pritjet të bashkëdhetarëve tanë në vendkalimet kufitare të Kosovës me Serbin, me mëngjesin e sotëm janë 80 minuta në Merdar dhe të Dheu i Bardh, kurse në pikat të tjera kufitare, pritjet janë ato të zakonshme nga 3 deri në 5 minuta. Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar i cili ishte në kërkim nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, përkatësisht njësiti FAST në bashkëpunim dhe koordinim me njësitet e policisë kufitare, ka identifikuar dhe arrestuar personin e dyshuar. I arrestuar është shtetas turk dhe ishte i kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut për veprën penale vrasje e cila dyshohet se ka ndodhur një ditë më herët në qytetin e Shkupit. Me urdhër të prokurorit kompetent, personi arrestuar është dërguar në ndalim policor prej 48 orë, ndërsa ndaj tij do të vazhdojnë procedurat e mëtejme ligjore në bashkëpunim me autoritetet përkatëse ndërkombëtare. Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhënat të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara. Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 19 aksidente me të lënduar dhe 40 të tjera me dëme materiale. Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsejt 1234 gjoba trafiku. Në 24 orët e fundit, policia ka arrestuar 29 persona, prej të cilve 8 ka dërguar në mbajtje dhe 3 në vuajtje të dënimit. Zyrtarët zviceran kanë konkluduar se zjarri në barin e Crans Montanës, ku vdiqën së paku 40 persona, u shkaktua nga fishek zjarret në shishet e shampanjës. Autoritetet zvicerane thonë se zjarri filloi kur fishek zjarret e vendosura në shishe shampanje u mbajtën shumë afër tavanit të barit Constellation në orët e para të ditës së vitit të ri, duke treguar një foto që u shfaq më herët dhe tregon momentin kur nisi zjarri. Deri më tani 113 nga të plagosurit janë identifikuar zyrtarisht, përfshirë 71 shtetas zviceran, 14 francez dhe 11 italian, ndërsa identifikimi zyrtar për të vdekurit po vazhdon. Një mjek në Gjenev ka thënë se pacient deri në 15 vjeç po trajtohen për djegje të rënda. Aq të rënda ishin djegjet që pësoi turma kryesisht e re e festuesve në bar, sa zyrtarët zviceran thanë se mund të duheshin ditë para se të emëronin të gjithë të vdekurit në zjarrin që plagosi gjithashtu mbi 100 persona, shumë prej tyre rënd. Prindërit e të rinjve të zhdukur lëshuan apele për lajme rreth të dashurve të tyre, ndërsa ambasadat e huaja u përpoqën të zbulonin se shtetasit e tyre ishin ndër ata që u kapën në një nga tragjedit më të rënda që ka goditur Zvicrën moderne. Po kërkoj për djalin tim prej 30 orësh, pritja është e padurueshme, thot nëna e 16 vjeçarit të zhdukur Artur, duke shtuar se ishte e dëshpëruar të dinte nëse ai ishte gjallë apo i vdekur dhe ku. Një nga viktimat është edhe një talent i ri i golfit, italiani Emanuele Gallepini. Autoritetet kanë paralajmëruar se emërtimi i viktimave ose përcaktimi i një numri përfundimtar të vdekurve do të marrë kohë sepse shumë nga trupat janë djegur rënd. Kas për këtë edicion takohemi me lajmet qendrore në ora 19:30. Mirupafshim.